Të gjithë po presnin. Kryetarja e komunës së Gjakovës së bashku me zyrtar komunal, por dhe qytetar, erdhën në lamën e dritë në Qashinë e Madhe për të shënuar ndërrimin e motmotave. E në momentin kur nga viti 2017 në ndalin vetëm 10 sekonda e para Gjakovës me të pranishmit, filluan të numëronin sekondat e fundit të vitit 2016. 5, 4, 3, 2, 1, gëzuar! Me rëndësi është që viti 2016 përfundoi, ne si komunë u dalluam në vitin 2016 në përpjekje maksimale për një jetë më të mirë për gjithë, u shpërblyem, u vlerësuam, shpresojmë që rezultatet e punës në formën e mirëfillt të ndjehen vitin 2017. Në minutat e parë të këtij viti, ajo uroi për një vit të mbar me punë, angazhim dhe realizim të projekteve të mëdha. Presim shumë punë, shumë angazhim, do t'jemi përkushtuar në realizimin e premtimeve të nisura, projekteve të filluara, por mbi gjitha në këto minutat e para të vitit 2017 du t'i uroj gjithë qytetarët e komunës Gjakovës për një vit me mbarësi, me suksese, me mirëqenje, e gjithashtu t'ju them ta konsiderojnë vitin si një libër me 365 faqe. Faqen e parë apo fletën e parë të fillojnë ta shkruajnë që sot, me 1 janar 2017. Urime gëzuar për shumote. Qytetarët e Gjakovës kanë vazhduar festën e vitit të ri deri në orët e vona të natës në zhurmën e fishek zjarreve. Gjatë rrugëve, vëreje që kjo mbrëmje po festojnë në mënyrë të qetë.